Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Le të shohim fillimisht disa nga ngjarjet kryesore të ditës. Socialistët hapin zyrtarisht fushatën të shtunën, por Edi Rama e ka nisur që këtë të premte me kandidatet zonja në 12 qarqet. Kreu i Partisë Socialiste thotë se e majta bëri revolucion me gradë dhe ka raditur Shqipërinë në 5 të parat për barazin gjinore në Kombet e Bashkuara. Rama tha gjithashtu se nuk do të jetë largë dita kur Shqipëria do të ketë një grua socialiste kryeministre. Në simbolikën e 12 yjeve të flamurit të Bashkimit Evropian dhe me sloganin Shqipëria në 2030 në BE, vetëm me Edin dhe PS, kryesocialisti Rama i parapriu hapjes zyrtare të fushatës me një takim me gratë socialiste i zhvilluar paralelisht në 12 qarqe. Duke sjellë në vëmendje pjesëmarrjen e grave në politikë ndër vite, Rama tha se në 11 maj vota e zonjave do të jetë vendimtare për PS. Në mëngjesin e 12 majt, Shqipëria do të gëdhijet e gjitha e mbuluar me rozë, që është ngjyra e grave dhe vajzave, por që është edhe ngjyra e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Rama paralajmëroi se nuk do të jetë largë dita që Shqipëria do të ketë një grua kryeministre, e cila do të vijë nga radhët e socialistëve. Jam i bindur që nuk është aq e largë dita sa mund të dukej deri dje kur Shqipëria do të ketë edhe gruan e parë kryeministre dhe as nuk e diskutoj fare që do jetë socialiste. Ndërsa mandatin e 4 qeverisës, Edi Rama tha se e kërkon për t'i dhënë shqiptarëve pasaportën europiane. U publikua data 14 prill, do me thënë të hënën, për konferencën e 4 dhe do hapim një seri tjetër kapitush. Yjet janë rreshtuar në favorin tonë. Për herë të parë janë rreshtuar yjet në favorin tonë, se për herë të parë nuk jemi vetëm ne që duam të hymë sa më parë në BE, po për herë të parë është dhe BE-ja që do që ta marrë në gjirin e vet. Kryesocialisti nuk la pashigjetuar as kundërshtarët politik. Kanë paguar me të gjithë puplat e kokës edhe të trupit bufit edhe një këshilltar, që e quajnë dhe magjistari. Bufi e di, këtë ju siguroj unë që e di më mirë se unë. Më mirë se unë, më mirë se ju, më mirë se të gjithë, që vetëm një magji mund të shpëtoj nga disfata. Të shtunën e 12 prillit në orën 12 dhe në simbolikën e 12 yjeve të flamurit të Bashkimit Evropian, socialistët do të mblidhen në sheshin Skënderbej në mitingun hapës të fushatës, i cili do të zhvillohet me lidhje të drejtpërdrejta në të gjitha qarqet. Partia Demokratike hapi të premte në mbrëmje fushatën në një përpjekje për t'i ngjarë fushatës së presidentit Trump. Berisha mbajti një fjali modest në fjalë dhe teza, por plot komplimenta për këshilltarin elektoral të Donald Trump për krahët e tij në tribunë. Krisla Civita u shfaq pas 2 muajsh në Tiranë, por fjalimi i tij zgjati vetëm 2 minuta dhe në fjalinë e fundit të tij kërkoi shqiptarëve të votojnë Sali Berishën. Aleanca për Shqipërinë Madhështore hapi fushatën elektorale me modelin e Donald Trump. Të rinj tu vendosën në qendër të podiumit me kapele e pankarta, kurse kandidatët në cep për ta nisur mitingun duke kërcyer me këngën Survivor për Rocky Balboa. Sheshi u mbush me karrige, ku ulën militantët. Fjalën nuk e mori asnjë politikan, por të rinj qytetar të cilët citonin programin e Berishës. Dhe momenti më në fund erdhi, 2 muaj pritje për as 2 minuta të arta. Kaq zgjati fjalimi i magjistarit La Civita, të vetë quajturit sherifi amerikan. Vote for Dr. Berisha. Votoni për Dr. Berishën. Give your country opportunity. Jepini vendit tuaj një mundësi. And give them hope. Thank you. God bless. Faleminderit, ju bekov Perëndia. Fjalën e fundit e mori Berisha.
A i tha se kjo fushat është më emocionuesja për të. Pranoi se kësaj radhe a i vjeni pastruar dhe falenderimin për rikthimin në Partinë Demokratike e kishte vetëm për Edi Ramën. E digu që i bëre të gurë se Sali Berisha del sot për shqiptarve si politikani më i pastër, mund të them se nder më bëre. Berisha pranoi se nuk e rivalizon dot me Vite Ramën, por pretendoi se të paktën ja kalon në pamje. I qanë hallin kalorësit se i varen këmbët. Vitet e Sali Berish janë që të gjitha vite bio. Në gjetë jo me gramozin, por me gjyshin e gramozruqit. Ndërsa i kërkoi Ramës të largohet me votë, a i vetë qartësoi se nuk ka qëllim pushtetin. Nuk jam këthyrë unë për pushtet. Jo. Unë kam qenë në pushtet dhe kam lënë ato që ti kur si shu ndot. Një porosi Berisha i kishte për të tjetë, të lënë gjumin dhe qefet për një muaj, si këmbim u premtoi fest më 12 maj. 30 ditë kanë vetur. Le të harrojmë lodhjen. Le të lamë me një lodhjen. Le të lamë me një gjumin. Le të lamë me një dëfrimin. Të gjithë në fushat nga mëngjesi darkë. Me 12 maj të mlidhem në këtë shesh, të festojmë së bashku. Në këtë hapje fushate, Berisha nuk sulmoi drejtësinë, por harroi edhe integrimin evropian. Në miting i mungoi Ilir Meta, i cili është në burg dhe beqar. Në vendin e tij ishin 3 fëmijët. Misioni ndërkombëtar vëzhgues i zgjedhjeve ka atakuar drejtuesit e SPAK për monitorimin e zgjedhjeve të 11 majit. Prokuroria e posaçme ka hartuar një strategji kundër krimeve zgjedhore. SPAK ka ngritur edhe një task force për krimin elektoral dhe po bashkëpunon me Komisionin Qendror Zgjedhor për goditjen e krimeve zgjedhore, një prej shqetësimeve kryesore të ODIHR për zgjedhjet e fundit. Ndërsa integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian po ecën me një shpejtësi të paparashikuar. Në 14 prill në Luksemburg mbahet konferenca e 4 ndërqeveritare me Komisionin Evropian. Kapitulli i ri është ai i tregtisë, lëvizjes së mallrave dhe njerëzve dhe një seri pikash që do barazojnë një shtetas shqiptar me një qytetar të Bashkimit Evropian. Shqipëria është më pranë Bashkimit Evropian. Të hënën e 14 prillit në Luksemburg do të mbahet konferenca e 4 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ky takim do të shërbej për të hapur negociatat me grup kapitullin e tregut të brendshëm, i cili përfshin lëvizjen e lirë të mallrave, lirinë e lëvizjes së punëtorëve, e drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar shërbime, lëvizja e lirë e kapitalit, e drejta tregtare, e drejta e pronësisë intelektuale, politika e konkurrencës, shërbimet financiare dhe mbrojtja e konsumatorit dhe shëndetit. Ky zhvillim është mjaft i rëndësishëm për vendin tonë, i cili deri më tani ka hapur zyrtarisht kapitujt themelor në tetor të vitit 2024, të cilat lidhen edhe shtetin e së drejtës dhe sundimit të ligjit, ndërsa 2 muaj më pas në dhjetor u çelën negociatat për grup kapitullin e marrëdhënieve me jashtë. Ndërkohë të martën gjatë vizitës në Tiranë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, e cilësoi realist dhe të mundshëm objektivin e qeverisë që Shqipëria të jetë anëtare me të drejta të plota në Bashkimin Evropian brenda 2030-s. Ilir Meta është zyrtarisht beqar. Ish presidenti burgosur ka formalizuar në gjykatë premte paradite ndarjen e tij me Monika Kryemadhin pikërisht në ditën kur fillon fushata e partisë së tij. Por edhe nga burgu ai mbetet i privilegjuar. Padia në gjykatë u dorëzua vetëm 2 muaj më parë, ndërsa për njerëzit e zakonshëm proceset e ngjashme të divorcit mund të zgjasin me vite. Ania Libra mbërriti në portin e Shëngjinit për herë të 4 dhe kësaj radhe duke transportuar emigrantët të cilëve u është refuzuar azili në Itali dhe do të riadesohen në vendet e tyre të origjinës. Emigrantët janë kryesisht nga Bangladeshi, Nigeria dhe Egjipti, por edhe nga disa vende të tjera afrikane. Si kundërisht e parashikuar, 40 emigrantë mbërritën këtë të premte në portin e Shëngjinit. Pas kontrolleve dhe procedurave të pranimit, emigrantët u akomoduan në kampin e Gjadrit në pritje të riadesimit pasi u është refuzuar azili. Emigrantët mbërritën në vendin tonë me Anien Libra, e cila vjen për herë të 4 në brigjet e Shëngjinit. Sipas burimeve, emigrantët janë kryesisht nga Bangladeshi, Nigeria dhe Egjipti, por edhe nga disa vende të tjera afrikane.
Emigrantët u transferuan me 3 autobus dhe të shoqëruar nga policia italiane dhe ajo shqiptare. Për këtë operacion është konstatuar një prani e shtuar e forcave të sigurisë me mbi 50 efektiv të Guardia di Finanza, Karabinieris dhe policisë italiane, si dhe forcat të policisë shqiptare. Sipas informacioneve të sigurta nga ABC News, transferimi në vazhdim i emigrantëve do të kryhet përmes rrugëve ajrore nga aeroporti i Rinasit. Qendra e pritjes në Gjadër dhe Shëngjin janë ndërtuar si pjesë e një bashkëpunimi dy palësh që ka për qëllim të sigurojë kushte dinjitoze për emigrantët gjatë qëndrimit të tyre të përkohshëm. Mirë, jemi rikthyer sërish në program. Me mua në studio janë bashkuar gazetari dhe analisti i njohur zoti Frok Çupi. Zoti Çupi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju kem drejt për drejt në edhe për mua, faleminderit. Gjithashtu me ne është edhe avokati i njohur zoti Hidayet Beqiri. Avokat, mirëmbrëma, faleminderit që je drejt për drejt. Faleminderit për ftesë. Zoti Çupi, dua që fillimisht këtë diskutim ta nis me ju. Çfarë do të veçonet, le të themi, në këtë fushat elektorale? Kemi dy kampet më të mëdha politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, nga njëra anë Rama dhe Berisha, por, zoti Çupi, çfarë karta politike po luajn këta dy eksponentë lartë politikës shqiptare dhe çfarë reagimi do të ketë publiku? Si e shikoni? Për thënë të vërtetën, e shikoj se gjithçka ndryshon mes tyre, madje vetëm i bashkon gjua shqipe. Se të tjerat janë krejt të ndara, do me thënë, janë të ndara në kohë. Po? Njëra anë i përket një kohë krejt shkuar, krejt kaluar, reminiscenca, si që dëgjuat sot, do të luftojmë komunizmin, o burra, o gra, ne jemi pluralizmi, ne kemi quar Shqipërinë në NATO, ne e tjere dhe asgjë për sot, ndërsa kemi majorancën e cila po funksionon çdo ditë e përtej, madje unë mund të them që tani majoranca po funksionon për vitin 2030. Ndërsa ajo minoranca sot në mitingun e saj funksionoi për vitet 96, 97, në ato përleshjet për të marrëdhënie. Me një politik të vjetër, po. Tërësisht të vjetër. Ndryshojnë në qëllime, në synime. Ndërsa majoranca funksionon për Europën dhe ka kartën e vetë për herë të parë. Arriti kjo periudhë e fundit, arriti të qoj edhe një fushat zgjedhore me kartën e Bashkimit Evropian. Ndërsa, çuditërisht, krejt kundër dëshirës, ëndrrës, perspektivës, çfarë ka menduar populli shqiptar, opozita mendon dhe funksionon krejt kundër pranimit të Bashkimit. I lutet Greqis, i lutet Belerit, shkon lutet në Europë. Jam çuditur deri tani se si ky Amerikani nuk ka thritur akoma mos shkojnë në Europë. Dhe pikërisht ky Amerikani që ju thoni, zoti Çupi, dikush do thoshte që Laçi Vita është pritur si Skënderbeu nga Partia Demokratike, por ka zgjedhur partinë e gabuar. Mendoni ju se në një farë mënyre do të jetë ai shpëtimtari i Berishës? Shiko, Laçi Vita është, nuk bën, për mendimin tim, nuk ka kompani të gabuar me cilën bashkëpunon. Ajo bashkëpunon me kompaninë e parave. Dhe kjo është më rëndësishmja. Pastaj pjesët e tjera, pastaj parat, shiko si e kanë bërë një Amerikan që pas ka bërë një fushat atje, por kanë bërë një dordolece, kanë bërë një sharlatan të në Shqipëri. është vërtet një sharlatan, ose të paktën shfaqet ashtu. Dhe në traditën tonë popullore këtyre, ju thonë, i shet dikush duke kaluar fshatet dhe thonë pa i teshi që erdi këtu. Nuk kanë identitet e tjera. Do më s'ka lidhje me Skënderbeun. Po të vime ta bëjmë krahasimin me një, është interesante shumë se edhe fushatën ata hapen ditën e Enver Hoxhës, edhe zakonet ja morën në Enver Hoxhës. Dhe me thënë, i vetmi që ka thritur bashkëpunëtor hapur nga të huajt ka qenë Enver Hoxha me... Po thoni pavarësisht se Enver Hoxha ka vdekur në 11 prill, Berisha është duke ngjallur. Pikërisht. Por mendoni në luftën kur po vintën pushtetin Enver Hoxha, thriti Dušan Mungoshën, thriti Miladin Popovicin, dhe ata ishin kryesorët, do me thënë, ishin ata, pa ishte Enveri. Dhe sonte dëgjuat që ishte ky Laçi Vita, pa ishte Berisha. Pastaj mendoni që
Se çfarë mesazhesh i dërgon popullit shqiptar, i dërgon mesazhe tmerrsisht negative, fyese. Na duke vete si zulut, që na ka ardhur dikush njëri me një kal, dhe ky quhet me mjekër, ky është Lacivita, është një njeri i plakur, i krusur, i shtrëmbruar nga gjërat, dhe ky na bën për qeshur këtu dhe do na shpëtoi nga kolonizatorët e tjerë. Do me thënë, po qese në krahasimin që ka Sali Berisha me pararsin e tij Enver Hoxhën, është një gjë që në fakt nuk e meritohen ta krahasosht, Enver Hoxha ishte pak më diplomat. Por po të krahasosht të dy, atëre pritet që sa po të dështoj fushata e tij, gjë që pritet shumë, padyshim që pritet, ky të sillet si, por s'do ketë kohë, të sillet si Enver Hoxha, do me thonë, si Enver Hoxha që pushkatoi Koçizdozin, ky do të pushkatoi Fatmir Mediun, ose dikush që u bë iniciator për ta sjellë Lacivitan, se ai do t'i marrë gjitha fajet. Avokat, si e konsideroni ju ardhjen e Lacivitës në krah të Berishës? Duket sikur në një farë mënyre ka një kontradikt morale, kontradikt politike, ndoshta edhe ligjore, po të doni ju, pasi Lacivita vjen nga një shtet siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë, le të themi, mbështetësi kryesor i reformës në drejtësi, dhe vjen në krah të Berishës, që është armiku kryesor i saj. Jo, në fakt, nuk është problemi për ta nxirr më keqës çështje nxirr jashtë quajtur opozite sotme, por kjo hapja e fushatës elektorale të sotme të Saliut në çdo pikpamje e parë, ne kemi thënë që Saliu, sidomos pas shpalljes non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si familje, e gjithë familja e tij, edhe motivacioni i shpalljes non grata me ato akuzat jashtëzakonshme që s'ka bërë vaki, domethënë që ato akuzat i ngarkohen ndonjë udhëheqësi tjetër, qoftë në pushtet apo edhe në opozit në një vendi tjetër, në Europë jo, po unë do thoshja rrallë ndodh kjo edhe në këto vendet e Afrikës, në vendet diktatoriale, në vendet fashiste. Pra edhe atje nuk e shpallur gjithë familja non grata dhe me 3 akuza nga më të rënda që mund të ekzistojë, siç u shpall Berisha, dhe në atë kohë të gjithë shqiptarët u bindëm përfundimisht që Berisha ishte një kufom, domethënë një i vdekur por i pakallur. Kurse ai sot faktikisht u kall përfundimisht. Domethënë me këtë që bëri sot, ai edhe e kallëm në dheneve Berishën. Në çfarë aspekt? Në aspektin që edhe po ta shikoje në sytë të gjithë atyre njerëzve që vajten aty, e para njerë që është turp i dheut, që të mos kesh as gjysmën e sheshit Nën Tereza me njerëz. Do hapësh fushatën, pretendon të fitosh zgjedhjet. Edhe ty nuk të vinë as kryetarët e degëve të partisë të gjithë Shqipërisë që ke, as kryetarët. Lere me pasaj të vinë të tjerët, ky është turpi i parë i madh. E dyta, nuk kishe një tip entuziazmi aty, do me thënë sy që të shkëlqenin, e sy që me të vërtet të thoshin që neve, do me thënë do bëjmë rotacionin tani, do vim pushtet ky joni. Dhe Lacivita, faktikisht, fjalimi ti ishe shumë i gjatë, sot, i pregatitur. Jo, sinqerisht, a ish pregatitur për të folur gjatë sot. Por a i kur doli atje, edhe kur pa se si u organizua, sa pjesëmarrje pati, edhe kur pa në sytë atyre njerëzve pikën e entuziazmit, po njerëz që kishin ardhur për të varrosur kufomën, domethënë Berishën, aty ai e çoi fjalimin e tij në 2 minuta dhe në ato 2 minuta ai nuk tha absolutisht asgjë. Ose mirë ai tha. Votoni Berishën. Ai tha votoni Berishën, edhe tha votoni sepse ky tha do ta bëj Shqipërinë madhështore tha. Mirë po shqiptarët që e njohin shumë mirë Berishën edhe madhështinë e tij, ata të gjithë, domethënë shqiptarët, Lacivitës sot i dhanë një përgjigje, të gjithë pa përjashtim. I thanë që si madhështore. Madhështore si ajo 2 prillit të 91-shit, që na vrau në Shkodër, djalërinë shqiptare, ata demokratët e vërtet, Shqipërinë madhështore
me vrasjen e zgjedhjeve të majit 1996 që gjakosi dynjan aty për t'i vjedhur ato vota se si merret do të kur. Me vrasjen e 5.000 të tjerëve do ta bëjmë madhështore ky siç i vrau në 97-ën. Do ta bëjmë madhështore ky se do ringjalli dhe një herë do na sjelli Suden përsëri se Suden e ngriti ai. Do na sjelli edhe një herë Suden, do na sjelli edhe një herë Gjallicën me Shemsien, mikën më të ngushtë Liri Berishës, e cila ja mbushi, domethënë, na kokat e këmbët e mbushte muaj për muaj me mira dollar edhe Liri Berishën. Pra, këto do na sillte ky. Kjo është Shqipëria madhështore dhe në këtë aspekt se po e mbyll, në këtë aspekt, domethënë, Laçi Vita u ngeli keq shumë sot. Jam i bindur 100% që ai do ketë probleme të mëdha me ne, sepse këta kontratën ligjore. Dikush do thoshte që avokat Hidayet Beqiri e ka gati edhe akuzën penale për Laçi Vitën. Po problemi është që ai akoma nuk e ka deklaruar kontratën që ka bërë. Dhe kontrata është për një shumë jashtëzakonisht vogël. Dhe ai të tjera, domethënë, do t'i marrin në dorë. Mirë po ai harron një gjë që ka të bëjë me bandit aty brenda Partisë Demokratike. Ata që tani kanë filluar të shkruajnë edhe t'i dërgojnë FBI-s, se sa ka marrë faktikisht në dorë ai dhe Laçi Vita do ketë probleme të mëdha me FBI-n, se këta kur të vi puna në datën 12 maj, që do të kenë një humbje të pa, domethënë, që kur nuk do të shkojnë mend, edhe që do të vi mendja vërdall në 12 maj, kur të marrin rezultatin, këta do përpiqen pasaj të hedhin fajin. Laçi Vitës do thonë që ai, domethënë, ja lam dorë atij, po ai s'na i bëri mirë fushatën, madje do i thonë atij që na mashtroi, se na tha që do t'i heqim non gratën Saliut, e unë do ta bëj këtë gjë. Edhe shumën e madhe ai e mori pikërisht që t'i heqi non gratën Sali Berishës faktikisht, por nuk ja hoqi dot. Edhe shqiptarët prisin sot që ai do jepte lajmin, do thoshte sot atje që përfundimisht Trump ja hoqi non gratën Sali Berishës. Po faktikisht nuk e tha një të tillë ai, se s'kishte se si ta thoshte. Dhe kur vi problemi atij, do t'i thuhet që kthej mbrapsht ato që ke marrë. Dhe do ketë pra probleme nga më të rëndat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me FBI-n e vet atje për çka ka bërë. Por zoti Çupi, Laçi Vita sot tha se do e bëjmë Shqipërinë më të madhe dhe në ato 2 minuta fjalia e fundit që ai ka thënë ka qenë votoni Berishën. Ndërsa nga ana tjetër Berisha në krah të Laçi Vitës, pavarësisht se është i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si njeriu më i korruptuar në Ballkan dhe minuesi i demokracisë, tha që jam politikani më i pastër. Berisha sot ose luajti rolin e budallajt, ose realisht manifestoi të vërtetën, të më thënë manifestoi që është me demenca. Dhe realisht po, ai gjatë gjithë fjalimit kishte demenca shumë të thella. Një prej këtyre demencave është pikërisht kjo gjë, domethënë, një demencë politike, që ai e harron veten përpara mashtrimit, përpara qëllimit që ka për të mashtruar një popull të tërë. Edhe mendon se këta janë të gjithë mizadheu dhe ju thotë tyre që unë jam i pastër, gjë që është absurd. Po e gjithë performanca e tij ishte një demencë totale. Ai ishte copa, sikur kishte sikur ishte ngrënë gazetat e lajmeve për PD-n që nga viti 92 deri më sot, sigurisht edhe ishte për të ardhur keq. Ishte shumë për të ardhur keq. Dhe ky tipik njëri me humbje të kujtesës, dhe këta përgjithsisht po të pyesish gjithë mjekët dhe po të pyesish gjithë psikologët të thonë që këta mbajnë mend të shkuarën, në mbajnë mend në mënyrë perfekte, po nuk mbajnë mend sot. Dhe ai nuk mba mend sa ka vjedhur, nuk mba mend që në datën 15 do të shkojnë në SPAK përsëri për gjyqin. Nuk mba mend që është hapur çështja penale dhe nuk ja thot popullit vet. Nuk mba mend se ka vrarë 4 njerëz atje dhe është vrasës. Realisht është vrasës dhe nuk arrin t'i thot popullit vet, shiko, unë jam akuzuar si vrasës dhe nuk e di ç'do bëhet me mua. Kështu do thoshte një kryetar partie që do të shkoj, më votoni, s'më votoni, po unë nuk e di, do të jem në burg ndoshta. E pranoni një kryetar, po këto i ka harruar, domethënë arresta politike, demencat politike janë të çuditshme dhe çfarë ndodh me të sot dhe çfarë ndodh me Ilir Metën, i cili
Në ditën kur shpallet fushata politike, ai ka një fushat familjare dhe është në burg, dhe nuk del nga burgu. Nuk di se do të ndodhë me Fatmir Mediun. Dhe nuk i thot këto gjëra. Do të thot që Sali Berisha është njeriu i së shkuarës demenciale, padyshim, edhe i humbjeve të mëdha, apo jo thjesht si pacient, por është problemi politik që tenton ta kaloj edhe këtë sëmundje të madhe me mendjen e tij. Sigurisht ai e di që po lufton për mbijetesë, por thotë që do fitojmë. Dhe kjo është një demencë tjetër, e tmerrshme, e rëndë. Por ai tenton të bëjë aq sa mundet, të mashtrojë sa mundet dhe po tani kanë mbetur shumë pak, si tha Idaeli, kanë mbetur aq shumë pak njerëz saqë unë e di që nga gjysma fjalimit të tij njerëzit filluan të ikin dhe ata që ishin atje të ikin për shtëpia me gjithë flamur të Partisë Demokratike, etj. Domethënë pa pikën e interesit. Kjo është ajo çfarë do jetë, çfarë ishte Berisha sot. Por avokat, dikush do të thoshte që Laçivita nuk e njeh ambientin pasi është futur në mesin e ajdutëve që kanë vjedhur votën dhe nuk kanë respekt për të, por nga njëra anë është, le të themi, detyruar për të bërë këto deklarata pasi është paguar dhe thjesht po bën punën e vetë. E shikoni dhe ju kështu? Por ai po i shërben paras që ka marrë, edhe ai domethënë është në të drejtën e vet, do thoshja unë. Pse? Sepse ai ka gjetur këtu tek ne, ka gjetur ca qorra, ose më mirë nuk ka gjetur qorra, po ai faktikisht ai po bën pastrim parash. Domethënë ai po i ndihmon këta qorrat, po a merr këto miliona se këta s'din ku t'i fshehin, sepse po u dalin a procesit janë hapur, një pjesë e mirë, domethënë e aseteve ku i kishin, e ku si kishin, këtyre po u dalin. Edhe vetëm me kompleksin Partizani ne pam që dualën në evidencë si pasurit të pa justifikuara të Sali Berishës dhe të familjes tij, vil në Hollandë, vil në Bruxelles, vil në Hungari, vil në Itali, vil në Zvicër, vil në Greqi, e të tjera. Plus kësaj, këta milionat me gjithse po mundohen që t'i hedhin edhe për mitingjet që organizojnë, edhe në për ato dritaren, poshtë dritares shtëpis që organizojnë gjithë ato mbledhjet përditshme Saliu edhe tërt pagueshin ata, pra vazhdon me pastrimin e parave, por nuk i harxhon dot gjitha. Edhe në këtë aspekt, Laçivita po e ndihmon atë me këto parat vjedhura, që aju ka marrë shqiptarve dhe i merr Laçivita dhe për interesat e veta. Kështu që domethënë ai është në atë linjën e vet, domethënë të veprimit. Po problemi këtu është që ai, domethënë Laçivita, ai edhe mesazhet pak a shumë thuaj se i dha. Ai mesazhi i tij, ose që ishte gjysmë vërtet faktikisht, se ai tha që në 2025 tha Partia Socialiste e kërkon ta zhduki opozitën, ta fusin burg opozitën. Në fakt ai tha një të vërtet madhe, se në 2025 e gjithë ashtu quajtur opozitë, që nuk është opozitë, por është një organizatë kriminale, me Sali Berishën krye, me Fatmir Mediun që ai ka, me Gazbardhin, me Flamur Nokën, me Belo Gajdexhiun, të gjithë pa përjashtim, këta janë procedim penal, kanë filluar çështjet penale dhe janë për krime jashtëzakonisht të rënda që janë marrë në hetim. Saliu me gjithë familjen e vet, Arkita Berisha për aferën jashtëzakonisht të rëndë, korruptive me Fazliçin, me miliona, domethënë 110 milion euro dem i madh shkaktuar shtetit shqiptar, që i mori vetëm Fazliçin në Shqipëri, me VKM të Sali Berishës, dhe që të tëra këto i përfitoj Argita e tia me burrin e vet Jam Harbrin, edhe me organizatën tjetër tyre kriminale. Dhe të gjithë këta pra, edhe atë grup që ai, domethënë që ka marrë, edhe që ka futur edhe si kandidat, domethënë për t'i nxjerrë deputet Saliu, të gjithë pa përjashtim janë pjesë e organizatës kriminale. Ai e thot hapur dhe këtë gjë shqiptarët po e shikojnë, që thot, unë do vendos kryetar të gjykatës lartë Gjingjonin. Edhe ka futur kandidat për deputet Gjingjonin. Ai e ka marrë prokurorët përgjithshëm se do bëj prap Llallën, thot, dhe e ka thënë hapur këtë. Ai thot, atë ndojën, birin atij komunistit më të betuar të Krujës, dhe ka njohur Saliu se që ishin këta komunistët nga më të betuarit, fëmijët e tyre i ka marrë Saliu edhe merr këtë prokurorin ndojnë, këtë do ta bëj
prokuror të posaçëm të Spakut, ai, kur të vi problemi që thot do vi unë pushtetot, pra ai do vi me këtë organizatën kriminale dhe Lachivita paka shumë e ka marrë vesh ashtë situatën se si është këtu në Shqipëri dhe duke i parë këta njerës që ai ka rreth vetës dhe që po kandidon, e fundin e tyre e kanë deri në 2025 se do përfundojnë gjithë në burg dhe Saliu është në prag të burgut vetë, sepse po e zvarrit, do më thënë çështjen, po gjen vjega e shikoni, nuk bëhet gjyqje se zvete avokati. I thot avokatit mos shko. Thot atje që të shtyhen ditët të të mia, sepse ndryshe po u bëj gjyqje thot unë vajta në burg. Edhe një situatë të tillë pra ai para se të vijë në pushtet në 11 maj, ai do kishte kaluar, do kishte vajtur në burg me kohë, do më thënë vetë. Ai e do Shqipërinë madhështore, do më thënë e do që ta ripërsërisi edhe njëherë dhe thot që me këto që ka bërë Edi Rama, thot, dhe qeveria ati s'janë gjë këto, thot. Pse? Sepse Edi Rama, thot, na hoqi qos gëzimin e Shqipërisë. Edi Rama, thot, pastroj gjithë qytetet e Shqipërisë, i kishim hale dhe i ka pastruar tëra, i ka bërë qytetet moderne, thot. Si, e durojmë do të neve, thot, këto 12 vjetë të tia, si durojmë do të kur. Edi Rama nuk na bere një sinjanar, thot. Si durojmë neve që ai nuk bere një sinjanar? Si ta durojmë ne që ai nuk na bere një gërdec? Si ta durojmë neve që ai nuk beri, do më thënë, privatizimin e Alpetrolit, të armës e gjitha këtyre tjereve në mënyrë nga më korruptive dhe të i vithe vetë këto të gjitha. Pra, në një situativ, si nuk ka beri një gru shteti, thot. Si se do një njerë Shqipërinë ky Edi Rama, thot. Atëre, neve, thot, që dim t'i bëjmë do gjera, ne jemi të Shqipërisë madhështore, prandaj nari këtheni që ta bëjmë dhe njëherë, shesh edhe për shesh, më keq se që bëjmë. Kam edhe një pyetje të fundit për ju. Me gjithë këto që thot avokati, çfarë ndodh me Berishën në 11 maj nëse ai, le të themi, do i humb zgjedhjet? Dikush do thoshte që do largohet. Mendoni edhe ju kështu? Ai praktikisht ka thënë se çfarë do jetë me 12 maj. Ai ka thënë që do jem në protesta sepse na kanë vjedhur zgjedhjet. Do të thënë ka thënë që do të ketë humbur zgjedhjet. Madje ka thënë në disa mënyra, në disa forma që ne do jemi atje për të protestuar. Do thotë i ka parashikuar humbin e zgjedhjeve, ndërsa sa i përket raportit të partisë së tij me vendin, do thot edhe ajo është po parashikuar nga Berisha, jo vetëm parashikuar, po e ka paraqitur si program. Ai ka thënë që do ta bëjmë Shqipërinë pa burgje, do të nxjerrim gjithë burgosurit, do prishim reformën drejtësisë, Spakun dhe gjykatat, do ndryshojmë tërësisht raportet me ushtrinë, me Bashkimin Evropian e tjerë, dhe gjë që nëse, kjo është Gogoli që e kishte pas Berisha këtë gjë. Do me thënë, po ju thot njerëzve, nuk ju ka thënë akoma që do ju qojnë në 97 në Gjakosje. Gjë që shumë e... Kështu që me këtë program, pa dyshim, që do ketë mbrapa vetëm pjesën më të inkriminuar dhe më idiote të vendit. Kështu që do jetë në minorancë të minorancave. Ku do jetë pas kësaj, realisht Partia Demokratike në minorancë është një fitore për popullin. Se Partia Demokratike u kriju si shpresë, por u kthye në fatkeqësi shumë të madhe. Është fatkeqësia më e madhe politike që kemi përjetuar në historinë tonë moderne. Dhe ky është problemi më i madh. Dhe gjëja më e mirë, unë kam thënë disa herë, gjëja më e mirë që po ndodh është se po pjestohet, po ndahet, do të thënë po pjestohet e keqja. Nëse diku do mbetet në një gjë në një parti Euroatlantika, në një parti tjetër ndoshta, por kjo shkon, do të thënë, shkrihet si bora në ujë të nxehtë. Kur do jetë pastaj Berisha, me siguri ai mendon ta qeverisë Partinë Demokratike dhe nga burgu. Dhe ky është dita e fundit e tij. Zoti Çupi, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje. Faleminderit shumë. Faleminderit. Avokat, faleminderit, kënaqësi që ishit drejt për drejt në ora e fundit. Faleminderit. Mirë, këtu kemi ardhur dhe në fund të këtij programi. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po ashtu në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.